Lidhja e sindikatave të Maqedonisë sot bllokoi odat ekonomike, duke kërkuar që të ulen në tavolinë me punëdhënësit dhe të dakordohen që paga minimale të jetë 600 euro. Në këtë protestë dolën vetëm 40 njerëz, respektivisht 21 paraselisë së odës ekonomike të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe odës ekonomike të Maqedonisë së Veriperëndimore, që gjenden në ndërtesën e njëjtë në qendër të Shkupit. 21 është minimumi që sipas ligjit për tubime publike nevojitet për të bllokuar rrugët, kurse kryetari i lidhjes sindikatave të Maqedonisë, Slobodan Trëndafilov, tha se kanë vendosur për këtë hap pasi ishte publikuar një xhirimi i tij dhe fëmijëve se si shfrytëzojnë veturën zyrtare ditën kur punëtorët bllokuan kuvendin. Gazdите mora da shvatat дека имаат пријатели само во работниците, но може да имаат и непријатели. Punëdhënësit duhet ta kuptojnë se miqtë e tyre janë punëtorët, por mund të kenë edhe armiq. Pronarët e njëjtë nuk lejojnë organizimin sindikalist në pjesën më të madhe të sektorit privat. Dua të jap një mesazh për punëtorët. Vetëm 1 nga 10 kolegët tuaj po lufton për pagat tuaja. Mund ta paramendoni se nëse nga 540.000 vetëm 100.000 dalin në rrugë. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë javën e ardhshme do të bllokojë dhe qeverinë, kurse udhëheqësia e sindikatave paralajmëroi një protestë tjetër të madhe në ditë jo pune me transport të organizuar me qëllim që t'u jepet shansi të gjithë punëtorëve që të dalin në rrugë.